Thunë se kam taku fare nga afër dita. Ishte herë e parë që erdhi në shtëpi, atëherë kam taku. Do të thonë që kam bën nga afër. Është nga atë lik nga shtëpia, djalin do ta mbajnë me gjyqë se merret me drogë dhe me alkool, por nuk ka vajtur në atë pikë që të shkoj dikujt një femre në shtëpi. Ai djali që erdhi në shtëpi, unë nuk e di çfarë mund të ketë thënë ndonjë gjë tjetër. Fotot e mia e ka dërgu, burrit ja, gruaja jote më ka dërgu, nuk do më ka thënë ikën nga shtëpia. Lere djalin aty dhe ikë vetë. Hej, përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video, jeni live me Odetën. Ditën e sotme në live-in tim, unë do kemi 29 vjeçare, është nëna e djalit 5 vjeç, e cila është në proces divorci. Quhet Elidona Keco, nga Burreli dashumiq, e cila është martuar në një fshat të Korçës. Bashorti emigrant, ku asaj ka ndodhur një problem. Një person në orët e vona të natës ka shkuar në shtëpinë e burrit të saj duke takuar vjerrin dhe vjerrën dhe duke i treguar se nusja e djalit të tyre po e tradhtonte me personin në fjalë. Një njerëz që ajo pretendon se nuk e njeh, por e gjithë kjo po sjell divorcin mes dy të rinjve, mes Elidonës 29 vjeç dhe burrit të saj 39 vjeç. Unë do ha dritaren dhe do ftoj menjëherë Elidonën për ta dëgjuar historinë e saj. E dashur Elidona, më ke telefonuar se ke një problem. Qa ka ndodhur konkretisht me ty? Me datë 26 korrik të këtij viti. Të këtij viti, erdhi dikush në shtëpi. Po? Edhe kishte marrë fotot mia në Facebook, edhe vjen në shtëpi, ai nuk ishte edhe aq mirë, domethënë kështu. Ishte i pirë, ishte në efektin e drogës, siç na tha policia. Erdhi dhe njëherë thoshte që keni marrë mobilje të përdorura. Ai pretendonte që kishte baban që shiste mobilje të përdorura. Pastaj thot vjerri tim ka marrë të manusën e djalit. Edhe ai pretendon që ka folë domethënë me mua. Jo se kena folë ndonjë gjë kush e di, a kupton? Asgjë të keqe domethënë. Ti po më tregon se ka ardhur një person në familjen tënde. Ti jeton me burrin dhe ka thënë që kanë folur me nusën, i ka thënë vjerrit e vjerrës. Po, ka marrë të marrë nusën e djalit. Si, t'ju marrë juve? Po, mua. Po ti si reagove kur ai erdhi në shtëpi dhe tha këtë gjë? Të shumë për mua ku më ke takuar, ku ke pi kafe me mua, kështu ashtu, nuk fliste, nuk më thas në dhe shpjegimi pas. Po ti e njeh këtë person? E kam parë në rrjetet sociale. Ju jetoni ku? Ku jetoni? Unë nuk kam parë të pi kafe, do e takoj, do e kështu, jetojmë në Korçë, të thash në Korçë. Po ky personi ku jeton? Atje edhe ai. Në Korçë edhe ky personi. Ti e njeh vetëm nëpërmjet rrjeteve sociale? Po. Por keni komunikuar bashkë ndonjëherë me njëri tjetrin? Po jo për takimin të kështu dhe gjëra, thjesht miq, asgjë tjetër. Por bashorti juaj ndodhet në shtëpi aktualisht apo? Jo, ndodhet në Greqi ai. Kur na erdhi ai personi në shtëpi, ne njoftuam kryeplakun dhe policinë. Dhe vajtëm në policinë dhe domethënë u ballafaqëm, ai pretendonte vetëm të fotot e mia që kishte marrë nga Facebooku. Ja, unë kam folë me këta, dhe bëj këta, dhe bëj ata. Dhe të dhe më thonë që të s'kam masë dhe komunikimi me ta, i kishte marrë burri, i kishte shkut, dhe i kishte thënë burrit, ja, unë tashi sa fola me ta, po pinte kafe. Për mua, unë asë nuk kam folë ma, e këpëton më dita. Për këtë dhe më thonë në ka hyrë ajo grindja, ajo sherë që për po burri divorci, e bërë kërku të mbaj djali, kam në shumë 5 vjetë bënë të torë. Se që nga e rëndë, e dashur, e gjithë kjo histori, mua më vika shumë keqe, dashur Elidona, që ti ke njohur rastësisht një person në Facebook, pas një lloj lidhje, pas gjë, dhe ky ka... Po, asë si kam thënë, asë se do të takoj, asë se do pim kafe, asë një gjë i parë. Nuk e ke takuar të person, ti thuar ç'do ti me mua, pse ka vjen në shtëpinë time, unë pse më sjell të konflikte me burrin? Dona, i thashun, kam pas njerëzat në atë rastat të ditë, kam pas kunatën, djalin e kunatit, dona i thash, unë jam Eli, se mua është për të me pas. Tash unë jam Eli, ku më ke taku mu, ku ke pi kafe mi, ç'do me mua?
nuk tha asgjë fare. Po si, erdhi trokiti te shtëpia jote dhe doli Vjeri dhe Vjera dhe i tha unë kam marrë të marr nuse? Po, në radhën e parë tha, keni marrë mobilit të përdorur jo. Edhe kështu dita unë kam problemi është vetëm djalë. Por në momenti që ndodhi kjo ngjarje e rëndë, ty burri të telefonoi, çfarë të tha? Se më duket pak absurde tani të viti. Vetëm në polici o dita. Vetëm në polici kur jam kthyer nga policia nga ora 4-5 mazite, nuk e di mirë, e kam marrë burrin telefon dhe e kam treguar vetë tërë historinë. Se mori vesh të fshati më. Por çfarë të tha bashkëshorti? Ishte nuk më thonë të një gjë, ai e di që unë s'para merrem me njerëzit e erdhi bashkëshorti 3 ditë. Erdhi nga Greqia, pas kësaj ngjarje se erdhi, po? Erdhi 3 ditë e gjejtja të djalit dhe i ka shkruar në rrjetet sociale dhe burri edhe ai i ka dërguar fotot e mia që ka marrë fotot e mia nëpërmjet Facebook-ut dhe i thoshte të burrit që ja unë akoma po flas me ta. Në atë kohë unë nuk po flisja me askand. Ja kisha lënë telefonin djalit edhe vetë po bësha një dush. Po mirë, burri jot nuk është javë ta kuptoj që ato foto janë marrë nga Facebooku jot dhe nuk janë foto që i ke realizuar ti me atë, se kjo gjë kuptohet. Nëse ti s'ke gjë me atë person... Ai vetëm fotot e mia ka vëndeta. S'kam dalë me atë djalin, s'kam dalë fare unë. Se kam taku fare nga afër dita. Ishte herë e parë që erdhi në shtëpi, atëherë kam taku, do të thënë që kam bën nga afër. Por burri ty vetë çfarë të tha? I ka nga shtëpia, thot, është nga nga shtëpia, djalin do ta mbajmë me gjyqë, se gjyqi i mua male djalin nuk ka thënë burri. Ai është drejtuar gjykatës dhe kërkon divorcin? Akoma jo, nuk është drejtuar gjykatës, po kërkon që për divorcin. Po mirë, ai qëndroi 3 ditë, iku dhe të la të shtëpia, ti akoma të shtëpia ti? Po. Ndërsa dje edhe sot më ka thënë ikë nga shtëpia. Lere djalim shtëpi më ka thënë dhe ikë vetë. Por Vjera dhe Vjeri çfarë thon? Jo, s'do ikësh se do reshtu me neve. Po është edhe e çuditshme dhe më vjen shumë keq që të ka ndodhur kjo ngjarje. Po mirë, a ke folur me familjen tënde, dikush nga familja jote të takoj të person, se ndoshta ai mund jetë në një i çmendur dhe ti po shkatron gjithë familjen. Atë ditë ishte në efektin e alkoolit dhe policia na tha që është në efektin e alkoolit dhe të drogës. Ishte problematik odeta, se mori domethënë policia se unë jam këtej nga Bilishti jeton. Po policia jo mori të poshtë dhe i thanë që është problematik. Merret me drogë dhe me alkool, por nuk ka vajtur në atë pikë që të shkojë dikujt një femre në shtëpi. Nuk ka vajtur. Jo, ti vetë ke folur me familjen tënde, me nënë, babajin tënd, motra, vlezër? Kanë folur, më kanë thënë nëse ato, mua më kanë thënë nëse s'ke taku, s'ke bëj gjë me të, s'ke pi kafe me të. Ose hajde më shpinë, më kanë thënë. Merë, po djali më kanë thënë mos e lërë. E kim që është dita se kjo lloj fëmije zalis dhe më thënë kur që janë shumë i vjetëfikët, si ta themë, nuk kanë, dhe më thënë, po si i dha shumë ushqim, nuk flen, më kërkon në përdhoma, kjo është e keqja. Edhe është pak i dobët o dita, po ta kapin e temperatura, diçka e tillë me elon djalin, të bëhet djali keq. Ildona, ti po mendon ndarjen, që do ndahesh me burrin? Ashtu më ka thënë në dita. Po s'është e tmerrshme, nëse ti nuk e ke tradhuar, s'ke bërë asgjë, të vi një i çmendur. Atë vetë kam bërë me atë djalin, as se kam taku fare nga afër të them. Të vi një i çmendur në shtëpi. Edhe të thoj broçkulla, dhe ti të shkatërrosh familjen tënde, kjo është e rëndë. Ç'të ndodhi o dita, po të tregoj realitetin. Por s'ke folur me burrin tënd t'ia shpjegosh situatën me detaje që këtë person nuk e njoh? Ja kam shpjeguar dita. Po ai djali që erdhi në shtëpi, unë nuk e di çfarë mund të ketë thënë ndonjë gjë tjetër. Fotot e mia ja ka dërguar, burrit ja gruaja jote më ka dërguar, nuk e di vetë. Jo foto të pista kështu, ose le foto vesh si janë kështu. Ka marrë Facebook edhe ja ka.
Por me bashortin ti I ke prishur raporte tani, me sa kuptoj unë. Po, s'kam raporte të mira. Nuk e vendosur që të gjesh gjuhën, ti sqarosh gjërat, por do më çfarë ke menduar, do ikësh nga shtëpia? A do ai nuk do në. Nuk do më ka thënë ikëm nga shtëpia. Lere djalin aty dhe ik vetë. Po çfarë do bësh ti? Unë mendoj o dita duhet ta marr, si nuk e lidot fëmin, unë jam gjallë, I thash unë jam gjallë, ku mos kam vdekur. Si ka lidh të fëmin 5 vjet? Padyshim që ai është djali jot dhe ka nevojë, sa vjeç që ke djalin dhe një herë të lutem? 5 vjet bën tetor. Po ai është I vogël, padyshim që ai ka nevojë për ty. Padyshim që nëse ti e ke ndarë mendin që do ikësh nga shtëpia e burrit dhe do vesh te familja jote, djalin do ta marrësh me vete, pastaj do I drejtoheni gjykatës dhe do vendosë gjykata se kush do ta mbaj kujdestarinë e fëmijës. Që gjykata padyshim mund ta lërë ty kujdestarinë e fëmijës për shkak të moshës që ai ka nevojë për nënën, kujdestarinë e merr ti, ndërsa babai do ketë të drejtat e takimit, pagesën mujore, por mua vjen keq që ti po shkatërron familjen. Ti e do burrin. Duhet të bëjmë diçka me marrëveshje më sa. Lere djalin të këmë dhe hike, nuk I drejtohemi as gjykatës, as gjykundi. Po si, do qëndroni të martuar edhe ti do jetosh te prindët tuaj me djalin? Çfarë marrëveshje është kjo? Kështu më thaja pak më para se të më merrje ti ashtu më tha. Ndërkohë Vjeri dhe Vjera nuk lejojnë që ti të ikësh, thonë qëndron në shtëpi. Po. Të duan ata? Përderisa s'duan që t'ik. E dashur, Elidona, se më duket e gjithë kjo histori edhe e pa kuptim të. Diçka e përdit që dita, unë jam çudit kur ka thej djali në shtëpi të vetoj. Jam shoku fare, s'e di si bëm më kara. Më karon si bëm, jam çudit fare. Po mirë, bashorti jot kur mori vesh ngjarjen dhe erdhi nga Greqia, e takoi këtë person? Si quhet ky personi që ka ardhur në shtëpinë tënde? Ai quhet Valter. Valter kush? Xhelilari. Xhelilari. Po deta nuk e ka takuar se policia na thënë që janë e vërgjit. Janë I përkasin komitetit egjiptian. Po, janë e vërgjit edhe. Vetëm ka, dhe më thënë është interesu të nebunisht që ka më të dhënat nga policia, se kush ishte si ishte. Por, është shumë habitshme, e dashur Lidona, ti vetë se ke takuar, burri se ka takuar, tani ky mund të jetë një sëmur mendor, që vete në shtëpinë e dikujt edhe mund të gënjej, mund të trilloj, mund të marri foto, nuk është historia e parë që dëgjoj. Lidona ka plot shumë gra, nëna, që ju vidhen profilet, fotot, dhe ju dërgojnë bashkëshortëve, I fusin në konflikt dhe ka shumë ndarje divorces. Këto janë histori të tmerrshme. Nuk ka mundur dot dikush nga familja jote të vej ti I tregoj dhëmbët këtij zotërie, se po të shkatërrohet familja, është shumë e rëndë. Të shkatërrohet familje për një person që ti thua nuk e njoh. Nuk e kena takuar për faktin që është kështu e vërgjit edhe mund të ketë shumë njerëz të tmerrshëm ai. E kupton, nuk sqarohemi dot me të me familjen e tij, po e di unë dita. Ti nëpërmjet Facebookut ke shkruar ndonjëherë me këtë person? Po kam thënë si miq, nuk I kam thënë asnjë gjë tjetër. Kupton, as për takim, as për kafe, pas asgjë. E kuptoj, por çfarë të lidhi ty me këtë person? Si e njofe ti në Facebook të? Të dërgoj ky kërkesë, si dërgove ti, domethënë si e njofe? Se tani jo çdo njeri që na dërgon ftesë ta pranojmë. Në TikTok. Në TikTok. Se punoj me një kompani gjermane. Ti punon në një kompani gjermane dhe je gjithkohon online për shkak të punës. Po. Dhe ky për çfarë të kontaktoi ty? Më dërgoi, më shkruaj ti në TikTok edhe pas e kalon nga Facebook, po jo asnjë gjë kështu të keqe, asgjë fare. E kuptoj, por ai TikToku ka marrë në qafë shumë njerëz. Është një ndër rrjete sociale që nuk e di çfarë të them, çfarë bëhet në atë rrjet social. Nuk dua të paragjykoj, mos keq kupto. Por një grua, sa vjeç je dashur?
29. Je 29 vjeç dhe me jetë, je një grua e martuar, je nëna e një djali, po të flasë sikur të jemi dy shoqe të ngushta. Ç'të lidh ty me një burrë të panjohur, ta njohësh TikTok, të shkruash në Facebook, ndërkohë që ti mund ta kesh bërë pa të keq, po e shikon çfarë të ndodhi? Ai të shkatroi familjen sot. Po, ke shumë të drejtë. Ai të ka gacmuar, domethënë ti e ke kuptuar, ai të ka gacmuar, ndoshta ti e ke refuzuar. S'ke dashur asgjë, po ai të ka gacmuar. Ka dashur që domethënë për takim, kështu për kafe. E nuk kam dashur domethënë për takim, mos për kafe për asgjë. Se këto çatime, ai i ka ruajtur, i ka sejvuar dhe e ka dërguar burrit tënd. Të gjitha. Po, ashtu ka bërë. Por mirë, ti nuk i shkruajte, duke ditur që ke patur një raport me këtë person në online, në Facebook, nuk i shkruajte që pse e bëre këtë gjë? Ç'lidhje ka? Jo, e kam bë blloke gjitha, e kam bllokuar. Por ai të kërcënoi, të tha ndonjë gjë që të erdhi te shtëpia se një njeri të marrë guximin, të vitë të trokasti te dera e shtëpisë dhe te dera e burrit, kjo është çmenduri për mua. Domethënë ai përpara se të bënte këtë veprim, të kërcënoi, ndodhi diçka mes teje dhe atit. Jo, nuk më kërcënoi, jo, s'më ka kërcënuar. As këtu domethënë as nuk ka kërcënuar. Po si erdhi te shtëpia e burrit tënd? Se si haleta ishte, kishte këtu në fshat. Në një fshat që jetë në kishte këtu, kishte ndenjur në lokal atje, e kishin pi njerëz, edhe e solli një kamshi këtu ke shtëpia. Sa i se din të farë shtëpinë tonë. Të mërshme, por më the që nëna dhe baba jot kanë thënë që hajde në shtëpi, dera nuk ta kanë zënë. Jo. Nëse ti se ke taku, s'ke bëgjo me ta, s'ke pi kafe me atë person, pse mos të pranoj? Ti burrit tënd ja ke pranuar që unë kam folur me atë person, por s'kam asnjë gjë. S'kam bërë asgjë, se kam taku asnjë gjë. Por ai të thotë ik nga shtëpia tani. Nuk ta fal, të gjithëm këtë që ndodhi. Po. Burrim ka bërë gjëra më të keqe dhe si kam thonë që domethënë ikë ose kështu. Është të mërshme të shkatërrohet familja është gjëja më e shtrenjtë. Dhe të shkatërrosh familjen për një gjë, ku ta di unë TikTok, më shkruajti, më bëri, më vjen shumë keq sinqerisht për këtë që të ka ndodhur, Elidon. Ndodhi kjo, as arrita besoj akoma për Zotin. Por kur ke vendosur të largohesh nga shtëpia e burrit? Për pak ditë kam menduar. Por i ke thënë që unë djalin do ta marr me vete. Po i kam thënë, djalin nuk e ledo. Nuk ka faj djalin, u ditë ajo është fëmijë i vogël. Patjetër. I thua me këtë dërish me mamin. Sa vite martesë ke me burrin? 6, edhe një vit vejes, 7 gjithsesi. 7 vite dhe pas 7 viteve ti japësh fund gjithçkaje? Shtu. Do pranosh marrëveshjen e tij apo do i drejtohesh gjykatës ti të kërkosh divorcin? Nëse ai le të drejtohet gjykatës, unë nuk e jap të shumë, nuk e bëj nuk e dot. Jo, patjetër, ai djali jot ti do kujdesesh për djalin tënd. Është normale kjo gjë. Ti do kujdesesh për djalin tënd dhe nëse ke vendosur të ikësh nga shtëpia e burrit, djalin do ta marrësh me vete. Nuk do kujdeset vjeri dhe vjera. Je ti nëna. Ndërkohë që babai, nëse pretendon të marrë kujdestarin, i drejtohet gjykatës dhe vendos gjykata në fund. Më lejon të pyes si e njohur me burrin tënd, me dashuri apo mbledhsëri? Me dashuri të themi. Me dashuri. Jeni njohur në zonën tuaj, se jeni nga e njëjta zonë. Jo, Odeta, unë jam nga Burreli. Jo, Odeta. A ti je nga Burreli? Po. Dhe je martuar në Bilisht? Po, me një fshat këtu është. Po si u njohe me burrin? Jena një në Facebook, në faktës e kam pas refuzuar se kam pas pranuar asë në legjenje. Dhe pastaj me vllajën tim ka folur nëse shumë ti. Sa vjeç ke qenë kur
I the po. Kam qenë 21 vjet. 21, po ai? 31. 31, keni 10 vite diferencë. Po. Po, nuk është problem mosha, rëndësi ka dashuria. Po, jeni dashuruar me njëri tjetrin, kaq shumë dhe të ndaheni, sinqerisht nuk vjen shumë keq. Kam kalu gjëra të keqe. Kam kalu shumë gjërat që jam me këtë pës. Pse nuk e qenë e lumtur? Prish të lekët, nuk si lekë farë në shtëpi. Nuk ka detyroja në fut me përkrendia 2 herë. Akoma kësaj dite kam edhe 8 muaj për të paguar të kredi. Nuk e di. Dashur Lidona. Kam patur vetëm grindje më shumë. Ti ishe 21 vjeç, ti ishe 21 vjeç kur u fejove. Si ka qenë fejesa, se u dashuruat vetë? Nuk e kam pas takuar shumë vëndeta kur isha fejë. Pak herë je takuar në Nuk fejesë. nuk taku shumë herë. Pas një viti martes, u martove, dole nuse nga shtëpia? Jo, deta. Nuk e më bënë se saj. Nuk deshte të më merte. Kështu me vendë, se kishte një vladë vetëm pa martu. Edhe sot e kësa dite e pa martu e ka. Ka qenë 27 vjeton, kur një martu të 2017 po, që jam martu martë. Dhe me thonë, familja ime më kanë dhanë. Kam bën gati 2 çanta me rroba dhe kam marrë. Si ka qenë jetesa jote aty? Se kur u martove, që jetove me të, fillove ta njihje. Si u dha që një rrët. Bënte gjëra, u dhe ka rritëm delin 2 të natës, nuk vitëm në shtëpi. Shkon të jati e merte, unë nuk u dija dhe asë gjuhën e këtyre këton. Në rrja vetëm me plistur, si kuptoja, se në gjuha nga unë, me të koshës ashtë pak ndryshe. Dialekti e kuptoj, për shkak të dialektit. Dhe isha në stres, në ajrë, nuk e të fa. Shkon të jati e merte në lokalin të 2 natës. Por çfarë të thoshte, sepse Nuk më ka dhënuar. Nuk më ka dhënuar të them të drejtën, pa ama më kërkon të lekë të të. të kërkonte ty Dhe lekë? më ka futur në shet me familjen e ti, kur unë i kërkusha lekë këtyre. Se ku të gjeja unë që s'punoja. Jepë 2.000 lekë, jepë 500 lekë për cigarë. Kështu që- Po edhe kur u bë baba, nuk ndryshoi? Jo, asot e këse ditë ashtu. Ai ka jetuar në emigracion. Ashtë 38 vjetë dhe ta qoj dhe më thënë në gruat, sa të më shkojemi në për kredira, nuk e ditë. Dërsa me detyron të hajde të hikin të marrin kredi. Ti e ke dashur, apo kur e pe Jo, që nuk ishte një do ta njeri qumë ato përgjegjshëm? shumë, kure në fillim ajtë më mirë, po pastaj se kam dërse. Ai edhe pak më para më tha ti më ke thënë që s'më ke dashur asnjë. Më ke fut më shumë gjëra, më shumë stres, nga tresa me familjen. Si mund të do unë kuti? Nuk se lek, nuk më baf fëmijë më dita. Pleqët jam bajnë fëmijë. Pra ti nuk e do atë person, nuk e do ma. Që thjesht më ka ardhur, të më thënë, më ka ardhur keq, kështu gjëna që unë e kam ndihmu më kështu dhe gjërash. Por ai vazhdon të të doj, përpos që është një njeri i papërgjegjshëm për familje, nuk punon. Ai më ka thënë, më ka dashur dhe një ditën që ndodhi kjo që po të them. Dashur Lidona, ti do largosh nga shtëpia e tij
edhe për faktin se nuk e dashke, se në momenti që mbaron dashuria, për mua mbaron gjithçka. Nuk kam familje, nuk kam asgjë. Po babai me raportet me fëmijën si ka, me djalin e tij? Im shoq, Po. djali nuk i flit në telefon. Por pse? Sa ai është 5 vjeç. Është nuk dua i thot. Ku di unë? Sa është dhe më thonë, i mundohem t'i them hajde fol me babën, nuk dua iko mami, nuk dua thot. Se ti? Po kur ka qenë ai në Shqipëri, si e ka patur marrëdhënien me djalin? Mirë Odeta, ai të thash, ai nuk është tip qëllimsh. Ai vetëm del me shok kështu. Edhe pse e merr në telefon ja erdha 10 minuta, erdha 20 minuta, ai nuk vjen Odeta, rri 2 orë 3 orë. Në shumë dhe më thëmë që e më në telefon. Por mos të ndodhte kjo ngjarje, ti do vazhdoje të jetoje me të në këtë lloj kushte? Do jetoj Odeta për djalin, kam fëmijën. Dhe pse unë kam heq shumë vite realisht këtu, sa unë e di që kam hequr, po. Unë shpesher e dashur Elidona, dëgjoj nga shumë nëna që do jetoj për hir të djalit, do jetoj për hir të fëmijëve. Më thoshte që fëmijën do ta mbaj unë, më thoshte. Dhe sikur ti ikësh fëmijën e kam unë, nuk më mbaj gjykat. Jo, por kur ti se do, ai është i papërgjegjshëm, si bashkëshortë. Nuk jam lek në shtëpi Odeta, as në lek. Po pra, Ose për shembull, tash ti jepet 10.000 lekë ose 20.000 lekë, të nesër në mëngjes thot më jep lekë. ato që ti jep ti merr prap. Po mirë, në momentin që ai është kështu, siç po ma tregon ti, pse duhet ta mbash si burr? Nuk ka kuptim. Se ti nuk e do, ka dalë nga zemra. Nga zemra të ka dalë, nuk e do më. Ai nuk është i përgjegjshëm për familjen, për çfarë do atë burr? Se unë se kuptoj këtë gjë, për hir të fëmijës do ta mbaj. Pse do ta mbash? Pse do të shkatërrosh jetën tënde? Prandaj u lidha me ty që më japësh ndonjë këshill, ndonjë gjë se të kam ndjekur në për live, në për emisione. Këshilla që unë t'jap e dashur Elidona është që nëse ti ke dhënë fund kësaj gjëje, pra ti nuk e do më, me gjithë situatën e fundit që ka ndodhur në familjen tënde, ti pretendon që nuk e ke tradhtuar, nuk e lidhje me atë person, ai është i papërgjegjshëm, ai po të dëbon nga shtëpia, patjetër, ti drejtohu gjykatës. Merr djalin, drejtohu gjykatës, bëj divorcin, merr kujdestarinë e djalit dhe babait, lëri të drejtat e takimit, atë që do vendosi gjykata, por a do pagoja ai detyrimin ushqimor, kur ai s'pas ka lek për veten e vet, ç'a do pagoja ai për djalin e vet? Të vetëm asërova vetë nuk u blu, për atë Zot, për Zotin e Madh. Por në këto 7 vite martesë asnjëherë, jo ti kërkoj llogari, po asnjëherë nuk foli që ore nuk jetohet kështu. Odeta nuk vjen të bisedoj, e kam lutur sa herë si bisedon një burr me një grua, jo, nuk do, bëhet agresiv, ik. Më mërzite, më çmende, ja kështu këto. Po nëna dhe babai. Pse ku ti qenë këtë për gjërat e mia personale, kështu i them. Thuj mami, thuj mamas, se kështu them të korçë, thuj mamas. Si ti them mamas tënde se më duan lek për gjëra personale. Ty s'do të mbaj vjera. Se është e turpshme kjo gjë tani, mbaj vjera me pensionin, ty dhe atë. Kjo s'ka kuptim. Odeta, këplisht mua më kanë thënë, sa ti na gjallë të mbajmë neve. Po se të simplisht pas e Odeta, ku? Elidona, po ti vetë se s'ke punuar? Po nuk kam punë këtu më Odeta, kam qenë 15 ditë në rroba qepësia e unë mbyllë dhe kalovi direkt kosh. Edhe s'ka punë tjetër, se jam interesu. Se më vjen keq që si mosha juaj ka plot nëna që nuk punojnë, po presin ç'a do t'i japi burri, vjera dhe vjeri. Pavarësia ekonomike t'i jep dhe ty shumë fuqi si grua. Prandaj po them, duhet të gjesh dhe ti një punë për të punuar. Po jam interesuar dhe tash të thash, por nuk u ka punë tjetër.
Ti ke nevojë për një avokat? Po, dua këshilla Odeta, si do bëjmë për fëmijën Odeta. Unë nuk e imagjinoj do ta lë fëmijën. Por Vjera dhe Vjeri çfarë të thonë? Që do ikësh merre fëmijën me vete apo lëre këtu? Jo, do rish me gjithë fëmijën. Po nuk tesh ai, por nuk do i biri me jetu me ty, ai le ti ku të dorë. Se na ka sill probleme bre Odeta, na ka sill probleme, ai ka qenë burg këtu. E kena nxjerr për burgu, na ka sill shumë gjëra të keq, Odeta, të ligjë që kam jetuar të ka qenë problematik Odeta. Unë e kuptoj që Vjera dhe Vjeri të duan si nuse dhe thonë ai të shkoj ku të doj t'i ri këtu, por ti nuk je martuar me Vjerën dhe Vjerin. Ashtu thash pak më parë, unë s'jam martuar me juve. Po kur të vdesni ju pastaj po të vdesim ne nuk do vdesim nesër, kur të vdesim ne do të rritet djali. Të duan shumë, kuptohet qartë. Më thënë dy prindër që në një farë mënyrë të bojnë djalin e tyre dhe mbajnë nusen, do thotë që të duan dhe të respektojnë. Por ti e ke ndarë mendjen dhe do largohesh. Të vjen keq për gjithë që ka ndodhur, se shkoj që të mbushën syt me lot. Të besoj. Është e vështirë jeta. Kanë qenë ditë të vështira për ty. Për të marrë vendimin, por kur burri të merr në telefon, sot ka marrë, dhe të ka thënë që largohu nëna dhe babai, çfarë i thanë? Ata çfarë i kanë thënë djalit të tyre? Ti i kanë thënë rri Greqi. Po do marrë këtu me lejtë me fëmijën dhe me nuk se mirë, po ndryshe rri Greqi, ose të vish pare këtu më shumë. Odeta ato duan në fëmijën e fëmisë, djalin e vogël. Problemi është vetëm ke djalin. Patjetër, është gjaku i tyre, unë e kuptoj këtë pjesë. Ndërkohë që ti ke nevojë për një avokat për të marrë këshilla nga ana ligjore, se çfarë procedura do vazhdosh në ditët në vijim. E dashur Lidona, unë ta premtoj që do flas me një nga avokatët e mi, për t'i kaluar dhe numrin tuaj, që të flisni dhe të mësoni të gjitha procedurat dhe hapat që do ndiqni. Nëse ti do t'japësh fundse martese, patjetër do i drejtohesh gjykatës për të bërë divorcin. Por ti je në gjithë këtë gjë që po ndodh në familjen tënde, gjithë problemi i madh është djali 5 vjeç. Po. Sepse ai është më i pafajshëm. Është që ai nuk flen me asnjë personi, ky është e keqja. Nuk flen as me tjetër. Po në momentin që i the Vjerës dhe Vjerit që po flas me një avokat, çfarë tha? Më thonë që ju lere, do të zgjidhni me dhe ti do rish këtu me gjithë tjerë, e le ti ki ku të dojë. Po çfarë do bësh? Do t'i japësh dhe pa kohë, apo e ke vendosur, do marrësh rroba djalit dhe... Odeta, ai më ka thënë do hap gjyq. Më ka thënë do hap gjyq, ti të paraqitesh, më ka thënë, unë i thash unë nuk dua të paraqitem për gjyq. Jo, nëse ai drejtohet i pari gjykatës dhe kërkon divorcin, dhe ti e do divorcin, ti paraqitu. Nuk e pse mos paraqitesh, nëse ti vetë kërkon ndarjen dhe divorcin. Më kupton? Divorcin edhe ndarjen e kërkon ai, dhe ta si të thash. Ai më ka thënë që ik nga shtëpia, do hap gjyq, më ka thënë, edhe do ta marr djalin. Por gjithsesi këto janë fjalët e tij dhe ti mos u bazo se të thotë ai do ta marr djalin dhe ai do ta marrë i vërtet. Se është gjykata ajo që vendos. Këtë gjë po ta theksoj disa herë. Po nëse gjykata do ta vendos ta marrë djalin. Gjykata zakonisht zëmos moshën që ka djali jot 5 vjeç, kujdestarinë ja jep nënës. Sepse ai është në një moshë që ka nevojë për nënën. Dhe në momentin që një baba nuk ka të ardhura, nuk ka një punë bazë, jeton në imigracion, padyshim që favoritja e tij për ta marrë kujdestarinë e fëmijës. Mos u tremb nga kjo pjesë që të thot ai mund të thojë çfarë të doj. Ti mos u tremb. Nëse ti do të japësh fund kësaj martese, sepse e ke humbur dashurinë për atë njeri, e kupton që ka ardhur fundi, lëre, ai ti drejtohet gjykatës, ta kërkoj divorcin,
që dhe ti mos paguash disa para, se kur drejtohesh gjykatës do marrësh një avokat, do harxhosh disa para. Do ta bëj ai, le ta bëj ai, ti harxhoj ai parat. Më kupton? Unë i kam thënë, nëse ti do më të shësh deri atje sa të më marrësh deri, unë do t'i them të gjitha që më ke bërë. Gjitha do t'i them atje. Te ka ty ku gjyqja, çfarë mund t'jeti? Tash do t'i them që më ke shit varsë, më ke shit unas, më ke shit çdo gjëje, unë ke marrë lekët, më ke detyruar të gjej lekë, më ke fituar për kredia, në për borxhe. Tash unë do t'i them gjitha. Po pse dhe unazat Flori që të ka blerë dikur ti ka shitur? Varsën 2 herë. Kam pas 3 unaza që se vetëm këtë me emrin e djalit që e kam që se heq. Nuk e jaja, por një ka shitur, pse të më gënji. E din edhe familja vetë edhe familja imi. Po çfarë luan bigjoz, loto, me çaj prish parat? Me loto luan. Bileta sporti, me shok, pin, birra, kështu gjëra. Vjen një pirja. O, më vi ka keqe dashur Elidona. Nëse unë do të them gjitha këto gjëra që ti më ke bërë, mendoj që gjykata do më kaloj më smi. Ti nuk do t'i japësh pak kohë për të dëgjuar vjerin dhe vjerën që të thonë mos ik, të presësh dhe disa ditë për të kuptuar se çfarë do ndodhi, apo do ikësh? Teta, ai më ka thënë dje edhe sot që të mërri akoma ati, për derisa ti ke fol me atë person, dua të ikësh nga shtëpi. E dashur Elidona, sinqerisht më erdhi shumë keq për gjithë historinë që dëgjova sot. Më vjen shumë keq për atë që të ka ndodhur. Uroj më të mirat për ty, uroj që të jetë një zgjidhje e mirë si për ty dhe për atë, por edhe për fëmijën. Nëse ke nevojë për këshill ligjore, unë do të lidh me një avokat, të flasësh për të mësuar procedurat dhe ta uroj me zemër të bëhet më e mira. Edhe nëse është ndarja, është më e mira, le të ndodhi. Se ndonjëherë njerëzit thonë ndarje, mendojnë sikur është fundi. Jo, ndonjëherë ndarja është më e mira për çiftet. Kështu që nëse kjo gjë është më e mirë për ty, le të ndodhi sa më shpejt. Kështu që të falenderoj dhe do mbetemi bashkë në kontakt. Shumë faleminderit të ditë. Mirë, të përshëndes. Mirë dashumish, kemi ardhur në fund të kësaj video. Unë ju falenderoj që ndruat me mua deri në fund të këtij live-i. Uroj dhe shpresoj që këtë video ta dëgjojë burri i Elidonës, të reagojë, të ndërgjegjësohet dhe uroj të bëhet më e mira për këtë çift. E thash dhe Elidonës pak më parë, nëse divorci është më e mira për të dyja palët, le të ndodhi sa më shpejt. Mirë, nëse dhe ju keni një histori për denoncuar dhe kërkoni të jeni pjesë këtu në live modetën, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj, ose mund të më shkruani edhe mesazhe në rrjetet e mia sociale në Instagram, Odeta Dumemandro, dhe kjo është faqja ime zyrtare në Instagram. Më gjeni dhe në rrjetin social TikTok, dhe kjo është adresa ime në TikTok, ku mundohem që mesazhet që ju më dërgoni t'i lexoj në kohë reale dhe t'ju kthej përgjigje në kohë reale, si dhe në rrjetin social Facebook, këtu jam së shumti aktive, më gjeni pikërisht te kjo adresë. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime dashur miq, mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit këtu në YouTube Odeta Dumemandro, ku tashmë e kam thyer traditë çdo paradite hy live me këto histori njerëzore. Ju falenderoj të gjithëve ju që më ndiqni. Faleminderit.